Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të tishni. Rama prezanton kompaninë shtetërore si motor të akshit. Kryeministri thotë se do mirëmbajë shërbimet në funksion të publikut pa patur nevojë për privatin. Berisha takon ekspertët e Komisionit të Venecias, akuzon shumicën se përdori buxhetin e shtetit për zgjedhjet, premton zbatimin e rekomandimeve të ODIR. Mbrëmje për të mos u humbur në fermën e vipave, një konkurrent do të mbyllë rrugtimin, Agai pritet të marrë vendim pas thyrjes së rregullave nga Iliri dhe Zhaku. Sulmi me dron rus në një zonë banimi në qytetin Galati të Rumanisë është dënuar nga Tirana zyrtare. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha e cilësoi ngjarjen si një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm nga ana e Federatës Ruse. Ndërkohë Shqipëria shprehu solidaritet të plot me popullin dhe autoritetet rumune, ndërsa theksoi se pasojat e luftës së Rusisë kundër Ukrainës po kërcënojnë gjithmonë më shumë sigurinë e civilëve edhe përtej kufive Ukrainës. Gjithashtu Ministria e Jashtme nënvizoi se Shqipëria do të vijë të qëndrojë në krah të aleatëve dhe partnerëve ndërkombëtar në mbështetje të paqes, sigurisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare. Gjatë orëve të para të së premtes, një dron rus ka goditur një blok apartamentesh në Rumani, duke plagosur disa persona, mes tyre edhe një të mitur. Albanian Digital Solution është kompania më e re e prezantuar nga qeveria. Kryeministri Rama tha se ajo synon të zhvillojë dhe të mirëmbajë sistemet në funksion të publikut, pa patur nevojë që këtë shërbim ta bëjnë kompanitë private. Qeveria prezantoi kompaninë e re shtetërore Albanian Digital Solution, e cila do të zhvillojë dhe mirëmbajë programe digjitale shtetërore. I pranishëm në prezantim ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se kjo kompani si motor e akshit do të heqë nevojën e bashkëpunimit të shtetit me privatin. Do të zhvilloj sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit. Shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Sipas kreut të qeverisë, ADS i jep hapësirë talenteve të reja në fushën e teknologjisë. Rama theksoi se shteti do të ofrojë paga më të larta në këtë kompani, e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale. Por fokusi nuk ishte vetëm tek teknologjia. Shefi i qeverisë reagoi lidhur me zërat se shteti po i fal tokë në Bregdetin e Zvërnecit, investitorëve të huaj si Xheret Kushtner dhe biznesmenëve nga Katari. Sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Investitorët atë pronë e kanë marrë nga private, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata. Kryeministri nuk harroi as lëvdatat ndaj akshit, që sipas tij ka ndërtuar një histori suksesi, duke kaluar nga një numër i madh i kufizuar shërbimesh në mbi 1200 shërbime publike online, duke arritur më shumë se 3 milion përdorues në e-Albania. Një platformë e ridizenjuar për qytetarët dhe biznesin. Përfaqësues të Komisionit të Venecias zhvilluan një takim me liderin demokrat Sali Berisha. Ata diskutuan financimin e partive politike, për të cilin Berisha tha se opozita do të zbatojë çdo rekomandim që vjen nga ekspertët e huaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me ekspertë të Komisionit Venecias për të rikthyer vëmendjen tek problematika e zgjedhjeve parlamentare të një viti më parë. Delegacioni i Komisionit Venecias po takon të gjithë përfaqësuesit e forcave politike për të diskutuar në lidhje me projektligjin për financimin e partive. Ndaj biseda u fokusua tek burimet e parave të cilat përdorin forcat politike në Shqipëri.
Lideri i opozitës Berisha u përcolli ekspertëve shqetësimin për pabarazin mes mazhorancës dhe opozitës, duke pretenduar se Partia Socialiste shfryzon në fushat elektorale buxhetin e shtetit. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia një ditë para zgjedhjeve. Berisha premtoi se çdo rekomandimi i Komisionit Venecias dhe Odirit për projekt ligjin për financimin e partive do zbatohet nga opozita. E për herë të parë, Berisha deklaroi se është gati të bisedojë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Ky problem është i negociueshëm, do negociohet, mbasi vetë OSB Odir ka meritën e veçantë të stigmatizojë jo terroriste, por aty afër rrafshin politik për zgjedhjet patronazhiste. Në raport me reformën elektorale, Berisha foli për nevojën e miratimit parashikimeve ligjore që çojnë anullimin e zgjedhjeve, kur procesi ka probleme. Ajo që ne mendojmë se është e domosdoshme, klauzolat e anullimit të zgjedhjeve. Ekspertët e Komisionit Venecias ndodhen në Tiranë për të dëgjuar të gjitha palët në lidhje me draftin e ri për financimin e partive, e do të publikojnë opinionin e tyre në mesin e muajit qershor. Për këtë draft kanë sjell opinione edhe ekspertët e Odirit dhe më pas do të jetë Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili mbi rekomandimet e tyre do të bëjë ndryshimet finale në ligj. Me slogani "Ri për të rritja", Partia Demokratike mbledh të shtunën kuvendin ku zgjidhen 200 anëtarët e Këshillit Kombëtar. Ky forum do të mbledh më pas strukturat drejtuese, ndërkohë Sali Berisha ka premtuar hapjen e partisë dhe përfshirjen e figurave të reja. Partia Demokratike mbledh të shtunën organi më të lartë kuvendin kombëtar, kuvendi i cili do të skicojë rrugën ku do të ecë SPD në këtë mandat të katërt në opozitë, e strategjinë që do ta çojë Partinë Demokratike drejt fitores në zgjedhjet lokale që mbahen pas një viti e ato parlamentare që do të mbahen në vitin 2029. Slogani i kuvendit është "Ri për të rritje" dhe kryetari i PD Sali Berisha ka premtuar hapjen e modernizimin e partisë, si dhe përfshirjen e figurave të reja në të gjitha strukturat drejtuese. Kuvendi nis punimet në orën 10 dhe hapjen e tij do ta bëjë Erisa Bayaziti, një prej shqiptarëve që jeton në Bruksel dhe kandidoi për Partinë Demokratike në zgjedhjet parlamentare si përfaqësuese e diasporës. Më pas do të flasë kryetari i PD Sali Berisha. Berisha një javë më parë mori votbecimin e demokratëve për t'i udhëhequr deri në vitin 2030 e të shtunën në kuvend pritet që lideri historik i demokratëve t'u shpjegojë mbështetësve të tij si do të fitojë përballë Partisë Socialiste e si do të kthejë demokratët në pushtet. Pas fjalës së kryetarit PD-s, delegatët do të votojnë ndryshimet në statut, ku më kryesoret janë përfshirja e diasporës me kuota të caktuara në çdo strukturë të PD-s dhe rritja e përfaqësimit të grave në forumet drejtuese. Kuvendi së shtunës është kuvend zgjedhore, delegatët do të zgjedhin 200 anëtarë të Këshillit Kombëtar. Ky këshill do të zgjedhë javën e ardhshme kryesinë e PD-s, sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët e të gjithë funksionarët e tjerë. E mbetet për të parë nëse Sali Berisha do të vendosë që betejën për balli i Ramës në 4 vitet e ardhshme ta bëjë me të njëjtin ekip apo do të zgjedhë emra të rinj në struktura drejtuese. SPAK ka çuar në gjyq 3 policë që ishin përfshirë në një grup kriminal që merrej me trafikun e drogës. Hetuesit kanë arritur në përfundim se ata e kishin garantuar mbrojtje trafikantëve duke lejuar transportimin e ngarkesave të lëndëve narkotike. 3 ish policë dërgohen për gjykim nga prokuroria e posaçme, pasi dyshohet se i kanë shërbyer një grupi kriminal, duke u bërë edhe vetë pjesë e tij. Erdit Azizaj, Shkelzen Ruska dhe Ervis Ali Sinanaj akuzohen nga SPAK se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar transport dhe trafik droge, në një rast në pikën kufitare të qafbotës. Nga tërësia e provave të administruara, rezulton se të pandeurit Erdit Azizaj, Shkelzen Ruska dhe Ervis Ali Sinaj në vazhdimsi gjatë vitit 2020 në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe funksionale, si punonjës të policisë së shtetit, kanë kryer veprime dhe mos veprime që kanë cënuar rënd funksionimin e rregullt të strukturave policore, duke mos ndërmarrë masa për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve apo veprime të tjera të kundraligjshme. Episodi i marsit të 2020-s përfshin sasi marramense kanabis sativa 1 ton, ndërsa 4 ton ishin në formë çokolate e vaji. Vlera e saj shkonte në 1.7 milion euro, por përfundoi e sekuestruar nga autoritetet helene
në duart e 2 italianëve që po ashtu janë dënuar nga Greqia, por s'pak tregon edhe një tjetër rast të trafikut të drogës. Kur antarët e grupit arrestoheshin nga agjencitë e zbatimit të ligjit, antarët e tjerë interesoheshin për ndihmën ekonomike të personave të arrestuar dhe sigurimin e mbrojtjes në proceset gjyqësore. Sipas hetimeve, antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kishin krijuar kontakte dhe lidhje shoqërore me punonjës të policisë së shtetit për të bërë të mundur vijimsinë e aktivitetit kriminal. Prokuroria e posaçme bën të ditur se ky procedim penal është i ndarë nga i kryesori, ku të hetuar janë pikërisht grupi kriminal që kultivonte hashash. Gjatë viteve 2019-2021 në zonën Tepelen Gjirokastër, organi procedues tregon se grupi kriminal ka mbjell kanabis sativa që u zgjysua nga policia e Gjirokastrës. Një aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në aksin rrugor Elbasan-Peqin në afërsi të fshatit Pajov, ku një automjet është përplasur me një kamion. Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të plagosur rënd drejtuesi e automjetit dhe një fëmijë që udhtonte me të. Ndërkohë të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit ku kanë marrë ndihmën mjekësore. Policia nuk ka zbardhur ende shkaqet e aksidentit. Ekspertët janë kritik ndaj punës që po bën autoriteti rrugor shqiptar, sidomos në akset kombëtare. Tabelat e shpejtësisë sipas tyre nuk janë përditësuar, duke krijuar konkluzion tek shoferët vendas det të huaj. Edhe pse është institucioni që duhet të kujdeset për infrastrukturën rrugore në të gjitha drejtimet, duke nisur nga asfaltimi dhe deri tek tabelat e sinjalistikës, autoriteti rrugor shqiptar ka lënë akset në mëshirë të fatit duke mos marrë masa. Eksperti i sigurisë rrugore Gzim Hoxha thotë se ARSH, duke mos përmbushur detyrimet dhe funksionet që ka, është kthyer indirekt në shkak për aksidentet. Një nga punët që nuk është kryer nga ARSH sipas Hoxhës është mospërditësimi i tabelave rrugore duke specifikuar shpejtësinë e lejuar sipas standardeve të reja në shumë akse rrugore kombëtare. Ata kanë detyrimin të vendosin sinjalistikën rrugore, ata kanë detyrimin të bëjnë rakordimin e kthesave që ne nuk i kemi në shumë vende dhe këto sillin pasoja në aksidente. Po ashtu kemi të miratuar ligjin për shpejtësinë autostrada. Por kjo nuk ka ndryshuar sinjalistikën rrugore. Tabelet në përputhje me shpejtësinë që duhen të kenë këto akse kanë rritur ndjeshëm dhe ankesat e pushuesve, sidomos atyre të huaj, të cilat ecin sipas shpejtësive të parashikuara në hartat digjitale, që nuk janë të njëjta me tabelat e sinjalistikës. Shtetas të huaj vitin që kaloi patëm mjaft konflikte me policinë, sepse i thoshin që ata lexojnë ligjin natyrisht, sepse gjerman, suedez, nuk di nga vjen, e lexojnë ligjin në Shqipëri dhe e di thot shpejtësia në autostradën e Shqipërisë 130 km/h. Në fakt, sinjalistika nuk ka ndryshuar. Dhe kjo krijon një konflikt, dhe nuk e di pse nuk ndryshojnë. Pra duhet që në radhë parë ato që janë me ligj duhet zbatohen. Sinjalistika duhet të jetë e rregullt dhe vendosur në vendin e saj dhe në përmasat që duhet, në lartësinë që duhet. Pra ne ende nuk kemi këto që ne mund t'i bëjmë. Amortizimi i asfaltit, por dhe mungesa e dedikuar hapësirave për të dalë ose për të futur në akset nacionale është një nga burimet kryesore për aksidente, që sipas ekspertit është sërish përgjegjësia e ARSH. Në dinin time është akorduar një fond 73 milion lek për të rregulluar të gjitha këto këndet. Rakordimi i kthesave quhet ky, pra nuk është në formë tëje, por është në formë harku, ka një periudhë kohe. Bëhet pak zgjerimi rrugës me qëllim që ai që vjen të hyjë në mënyrë graduale të marrë një lloj shpejtësie, sepse pas marrë shpejtësi nuk futet dot në fluksin e qarkullimit të automjeteve, pra duhet të ketë një shpejtësi rreth 60 km/h, dhe në këtë mënyrë ai mund vijoj qarkullimin e tij normal. Pra këtë unë di që është bërë një studim, di që është çelur dhe një fond, por është vonë. Pavarësisht problematikave të rrugëve, policia ka hartuar planin e punës për shtimin e efektiveve dhe monitorim me pajisje teknologjike me dron dhe radar për të ndëshkuar me gjop të gjithë shkelësit e rregullave. Spektakli më i ndjekur Ferma VIP po i afrohet finales së madhe. Sot në mbrëmje pritet të mësohet se cili nga konkurrentët do të largohet, ndërkohë Agaj do të marrë vendimin për Ilirin dhe Zhakun, të cilët kanë thyer rregullat. Nata e sot me Ferma VIP 3 pritet të sjellë një tjetër prime të mbushur me tension, surpriza dhe vendime që mund të ndryshojnë gjithçka në lojë vetëm pak javë para finales së madhe. Mbrëmja e 19 prime rikthen në qendër të vëmendjes dy nga personazhet më të komentuar të ditëve të fundit, Inida Gjatën dhe Ilir Shaqirin, të cilët kanë thyer sërish të rregullat e fermës.
Iliri dhe Zhaku gjatë këtyre 24 orëve kanë thyer vazhdimisht rregullat e komunikimit. Këtë herë, paralajmërimet janë më serioze se kurrë dhe publiku pret me interes vendimin e Agajit, i cili pak ditë më parë paralajmëroi se çdo shkelje tjetër mund të çojë deri në përjashtim të menjëhershëm nga gara. Tash thash unë kam rezervat e mia për Ili, por kjo ishte e bukur. Ndërkohë ethet e televotimit vijojnë të mbajnë 11 fermerët e nominuar nën presion. Një tjetër emër pritet të lërë fermën dhe të ndërpresë rrugëtimin drejt çmimit të madh. Aleancat e debatet brenda fermës janë bërë edhe më të forta me afrimin e finales së 15 qershorit. Publiku mbetet vendimtar për fatin e fermerëve në një garë ku çdo deklarat dhe çdo veprim po peshon më shumë se kurrë. Gjatë kësaj jave nuk kanë munguar sfidat dhe lojrat e vendosura nga Agaji. Fermerët janë përballur me sfida që testojnë aftësitë e tyre, duke dëshmuar edhe një herë se çdo ditë në fermë është një sprov. Mes tensioneve, ndëshkimeve dhe surprizave që pritet të zbulohen live, Ferma VIP 3 premton edhe sonte një spektakël plot emocione në ekranin e Vision Plus në orën 21, si dhe në live stream në YouTube. Këtu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.